Megjithëse ka nisur këto dëgjesa publike sa i takon reformës administrative o territoriale, duket se kryefjala ka qenë Pieri Ndreu, kryetari i Bashkisë së Lezhës, që kam nderin ta kem në këtë momente në një diskutim për atë që nuk shkon në fakt në bashkinë e tij, por edhe për pritshmëritë sa i takon punës së tij në vazhdim. Faleminderit shumë që jemi me ne, zoti Ndreu. Faleminderit ju. Me njëherë, pra i ka qenë takimi parë që ka organizuar ky komision, zoti Demo, por nga ana tjetër nga Partia Demokratike dhe zoti Boci, supozoj që të kishte ankesa, kërkesa, parashtresa nga ana e qytetarëve, por ishte pak si e papritur që kryetari i Bashkisë së Lezhës, aq më tepër një socialist rrace, do thoja, ka këtë reagim sa i takon të gjitha gjërave që mund të çalojnë në momentin që mund të ndodhin ndarjet. Çfarë po ndodh sot në bashkinë ku ti drejton dhe sa ndikim mund të ketë nëse mund të shkojmë në zvoglim të numrit të bashkive? E para, njëherë nuk keni të ambientuar me situatën se nuk është hera parë që unë flas publikisht. Ishte hera e parë e komisionit që shtrihet në terren. Ju lutem, është disa herë që unë kam folur edhe në sy të kryeministit publikisht për problematikat të cilat nuk shkojnë. Tani, leti qartësojmë gjërat. Bëhet fjalë për një reformë. Ka një përpjekje për të thënë që ajo reforma 2015 është e dështuar, gjë që është e pavërtetë. Bashkitë kanë një performancë impresionante. Vetëm ulja e borxhit me 61% që bashkitë kanë bërë në total nga 2015 ku është marrë. Me reformën e re deri më sot dhe shtimi i buxheteve të bashkive dhe dhënia prioritet e shumë projekteve, financimet që janë marrë nëpërmjet qeverisë dhe donacionet e ndryshme që janë fituar janë në shifra të pakrahasueshme me periudhat që mundohet opozita me i bë. Pra që ti të rrim këtu një herë, nuk ka një reformë të dështuar. Nëse flasim për një reformë të dështuar, është një gabim në koncept. Dhe ata që vinë me marrë me reformë, nuk vinë me bë reformë, po vinë me bë politikë. A ka problem me kjo qasje, a ka kriju probleme, a ka pas gjëra që të paqarta, që disa herë nuk është marrë vesh dhe pushteti qendror, pushteti lokal, po ka. A duhet të përmirësohet, mos harrojmë se kanë kaluar 10 vjet. Dhe tani, nuk mund të thush pse po bëhet një reformë tjetër ka dështuar, po për 10 vjet ndryshojnë kushtet, rrethanat, shoqëria ecën, mund edhe të përmirësosh gjëra në proces, sepse nuk ka gjëra të dhëna një herë për gjithmonë, pra që të jemi të qartë. Unë nuk kam asnjë një dilemë se ne kemi performuar, po mund të performojmë më mirë, mund të jenë disa kompetenca të cilat duhet të rishikohen. Nëse bëhet fjalë për një reformë, unë refuzoj të merrem me një teori kështu territorëshe. Unë do ket ti se do ket. Unë ndaj ket ti se ndan ket. Megjithëse unë mendoj se disa bashki janë ineficiente dhe burimet financiare i kanë të pamjaftueshme, duke qenë se janë të vogla dhe qeveria i subvencionon, ngeli duke i subvencionuar dhe rrogat e tyre merren nga qeveria dhe nuk prodhojnë asgjë. Duke qenë tilla, ato duhet të bashkohen dhe duhet të bëhet një reformë e cila duhet të krijojë realisht bashki të forta, të cilat të performojnë. Pastaj, se një bashki X nuk performon mirë, kjo nuk do thotë se reforma është e dështuar. Ka shembull plot që janë pozitiv, jo një e dy, po janë shumë në Shqipëri. Dhe nëse duhet një analizë, duhet ishte bërë një analizë financiare. Për shembull, le të marrim Lezhën. Gjithë buxhetet e bashkive bashkë, bashkisë dhe komunave bashkë në 2014, kur ishin të ndara, ishte 8.3 miliardë, ose 8.3 milionë euro, le ta marrim që ta. Unë kam marrë 12.7 në 2019, pas 4 vjeç, sot e kam 25.5, pra është të shumë buxheti. Si mund të thush se kjo reforma është e dështuar dhe 60% e investimeve kanë shkuar në zonat rurale. Gjë që s'ka qenë si fenomen më përpara dhe nuk ka qenë menaxhuar mirë. Kështu që reforma ka vend për kritika dhe ato kritika unë i kam bërë dhe do vazhdoj t'i bëj. Ato problematika që dalin në punë në përditshme
Ne kemi diskutuar edhe me njëri tjetrin, nuk është një lajm i ri ky që mundohet me kriju, nuk ka përplasje këtu. Ka një ide timen që unë preferoj me thonë edhe publikisht. Do shta dikujt si pëlqen, po unë ky jam dhe e kam bërë gjithmonë. Por nga ana tjetër duhet theksojmë se qeveria ka ndejt shumë afër për shtetin lokal dhe bashkitë bile edhe demokratët kanë përfituar në disa herë shumë se sa socialistët, dhe këto janë shembuj. Kur ishte bashkia Tërpojës, kur ishte bashkia e Vaudes, demokratët kanë përfituar shifra parlamente, përmeti, gjitha, pra nuk është se i ka ndarë njeri. Kush ka paraqit projekte, ka marrë i financime. Qeveria nuk e plek shumë, sa do t'i. Qeveria të fut në konkurrencë me projekte. Nëse nuk i paraqet një projekt, dinitos, për të zhvilluar një aspekt të ndryshëm, ekonomik apo social, në zonë ti nuk mund të marrësh projekte, jo qofsh socialisht, po të qofsh kush qofsh. Dhe kjo është rregull në qeverisin e Edi Ramës, dhe unë jam absolutisht në harmoni me këtë lloj mënyre të vepruarit, duhet të ulim kokën dhe ne duhet të bëjmë. Por disa fenomene mendoj se duhet rregullohen me reformë. Me qëndro pak të këto fenomene që edhe mund të marrin kohë, por edhe mund të ndryshojnë me këtë reformë. Çështja e ujësjellësit e ke ngritur si problem. Hapësirat jo publike, por ato që duhet të marrin bizneset, sa i takon vijës bregdetare shumë të bukur, duhet theksuar që ka Lezhë. Por nga ana tjetër edhe çështjen e ndërtimeve mbi 6 kate që u bë debati për hapësirat pa leje në harkun kohor të një viti më parë, dhe pastaj u vendos që çdo ndërtesë më shumë se 6 kate nuk mund të merret leja nga bashkia, por nga në nivel qendror duhet të çohet të dërgohet kërkesa për leje. A është kjo një ndërhyrje kompetencave në analizën që ti bën si kreu i kësaj bashkie, por si njohës shumë mirë i pushtetit vendor? Gjë që përkthimi shqip është pak i vështirë. Unë kam gjetur problemin e ujësjellësit në raport me Lezhën, kam gjetur dy probleme. E para problemi është se ujësjellësi i Lezhës ka qenë në 3 më rentabël në Shqipëri, më të mirë. Bashkimi me Kurbinin dhe me Mirditën, ku nuk kanë qenë rentabël, ka pas gropa financiare, ka kriju një situatë ku ne që kemi popullsi sa të dyja bashkë, më tepër se sa të dyja bashkë bashki. Ne me rritjen e çmimit në mënyrë arbitrare, ku Këshilli Bashkiak merr apo s'merr vendim, pranon apo s'e pranon rritjen, është kthehet në nul vendimi i tij, sepse një institucion tjetër e vend çmimin në mënyrë arbitrare dhe ne mbushim gropat e tjera. Për mua është e padrejtë dhe do të jetë e padrejtë për sa të jem kryetar bashki. Nuk bi dakord me këtë lloj skeme që Këshilli Bashkiak të kthehet në një strukturë që po deshe punë madhe. Pra nuk ka. Këtu gjitha vendimet merren në Këshillin Bashkiak, është parlamenti lokal. Nëse Këshilli Bashkiak mendon se jo, bëhet jo. Nëse Këshilli Bashkiak mendon se po, bëhet po. Dhe një reformë nuk mund ta cënojë absolutisht vendimarrjen e Këshillit Bashkiak. Askush institucion në Shqipëri nuk mund të dalë mbi vendimin në zhvillimin e një zone që merr në shqyrtim KKT-ja. Nuk mundet, nëse Këshilli Bashkiak nuk jep ok, nuk ka shans të kalojë. Atëherë si kalon një tarif ujësjellësi? Si? Në çfarë mënyrë? Unë nuk e shoh të arsyeshme që kjo histori të vazhdojë më, po të gjenden mekanizmat e dur për të nuk kam idenë që bashkia duhet patjetër ta ketë në varësi, nuk është ky problemi i varësisë. Problemi është i mënyrës të sjellurit me parlamentin lokal dhe mënyrën e fyrës që i bën parlamentin lokal, duke mos të konsideruar fare, duke e kthyer në një çështje, në rastin e ujit, ka fjalën në një strukturë formale, kur në asnjë rast tjetër nuk është e tillë. Atëherë si ka mundësi që vetëm për ujin suma ka për bazë fare? Kjo më duket absurd. E dyta, ne kemi një plan përgjithshëm rregullues, është miratuar nga vetë qeveria për 8 katë. Atëherë nuk duhet normal që të jetë
Dhe mbi planin rregullues që është miratura nga qeveria, disponohen të tjerë dhe ne, nëse ne kemi nevojë për të bërë diçka 10-15 kaste, sepse ashtu është mënyra e zhvillimit, absolutisht që po. Po brenda asaj që vetë qeveria ka miratuar me propozim të pushtetit lokal, nuk e quajt arsyeshme që të ndërhyjet dhe është anormal, për mendimin tim. Janë gjëra që janë të diskutueshme, ne kemi diskutuar edhe atje me qeveri, nuk është se nuk i diskutojmë, nuk është se nuk bëhet debat, nuk është se nuk ngren probleme, nuk është se nuk dëgjohemi, por duhet kjo reformë duhet i vejë disa, pse stacionet e plazhit është histori tjetër, s'ka vend në botë. Duhet të thonë kjo vend në botë të më gjetë një precedent kur stacionet e plazhit jepen me qeveri, me ministri, nuk ka. Përveç ka debatet e patheshme se cili kryetar bashkie, si bashkë me Këshillin Bashkiak të marrin përgjegjësi e menaxhimit të territorit. Kaq e thjeshtë është. Të marrin përgjegjësi dhe të përgjigjen para taksapaguesve të vet. Për zhvillimin e turizmit, të kulturës, të trashëgimisë kulturore, të zhvillimit ekonomik, të infrastrukturës, të gjitha aspektet e punës së përditshme, të çështjeve sociale. Pra ka 1001 punë që duhet të fokusohet dhe territori duhet të jetë i menaxhueshëm nga strukturat, prandaj flasim për bashkime të forta, më kompetente dhe më funksionale dhe në shërbim të taksapagues. E qartë. Zoti Ndreu, kur flasim për çështjen e sezonit veror, për hapësirat publike, as për vijën bregdetare, na ndajnë vetëm pak muaj. Nga ana tjetër, është vetëm një vit kohë që vendi shkon në zgjedhjet lokale. Me këto shqetësime që me të drejtë i ke, me këto vija të kuqe që ke vendosur kur hasesh dhe i ke evidentuar me grupet tuaja të punës në terren këto problematika, do të mjaftoj harku kohori 12 muajve për t'i ndryshuar apo për të ndërhyrë në kohë, apo nuk mjafton? Është çdo punë ka kohën e vet. Unë s'kam vjet kuqe, se nuk kam kompetencë për vu vjet kuqe. Unë veproj mbi vendimet absolute të Këshillit Bashkiak. Unë nuk jam një njeri që marr vendim unë në kokën time dhe thëmë do të bëhet kështu. As kam vjet kuqe me qeveri, përkundër, unë bashkëpunoj me qeverinë në mënyrë të ashtu, por bëhet një reformë, dhe një reformë do të adresojë disa problematika. Unë mendoj se duhet të shikohet një pavarësi më e plotë dhe më e fortë dhe përgjegjësi më e madhe e pushtetit lokal. Pastaj, se dëgjohen, se s'dëgjohen gjithmonë kryetarët e bashkisë, ky nuk është problemi im. Ka pas plot raste që jemi dëgjuar. S'është në habi e madh mos dëgjohemi prapë. Unë mendoj se gjërat që ngrihen janë shqetësime, jo opozit, janë shqetësime. Opozita është të dalësh atje dhe të flash broshkulla sikur po në ca diskutime gjatë takimit që bëm në Lesh, ca broshkulla, jo jo komuna kështu, jo po ka ikë shërbimi, jo po ikën njerëzit se u bë reforma territoriale, se çfarë lidhje ka ikën njerëz me reformën territoriale, tash mos nuk e di këtë lloj historie, po ka lloj shkencëtari që mundohet. Jo dështoj, jo kjo është e dështuar, kjo reforma më e zezë, siç e ka më e zezë këtë reforma, kur ti ke marrë një pushtet lokal të kontaminuar, me borxhe të pafundme, me një administratë të tejfryere, me një administratë të përzgjedhur në mënyrë të politike. Vetëm dje ne kishim një takim me 2 komisione parlamentare, me Komisionin e Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil dhe në Lesha është ndër më të mirët në rekrutimin e personelit. Ne kemi pothuajse 4 vite që në kryqëzimi me 0 gjyq fitues nga punojësit, sepse lishmëria këtu është në nivele shumë të larta. Dhe çfarë do të themi ne? Ose të tjerë bashki për shkak që bëjnë të njëjtën punë dhe bëjnë një punë shumë të madhe, dhe unë di jo një po shumicën që bëjnë punë të madhe, atëherë del njëri aty se ka qenë kryetar komune dikur dhe i ka ngel nostalgji komuna e dikurshme, dhe thotë, tashi, do bësh 10 këshilla bashkiak, do bësh 10 drejtor urbanistike, do bësh 35 kështu nën kryetar, e ku di unë gjëra që edhe në kuptimin e financave, në kuptimin e
zhtërvitësisë së komunikimit me problematikën. Zoti Ndre, unë besoj që ti duhet të shqetësohesh nëse këto zëra që kërkojnë komuna nuk do t'ishin. Se mirë që janë, të bëjnë oponencë, të bëjnë opozit, se sa ndikim do ketë. Ka një, të thash e Corin, kur ishin komunat sa ishte buxheti, të thash kur erdhi nga 8-25.5, është 3 herë më shumë buxheti, atëherë si që ka kjo për mua vetë. Ja, do t'jap një shembull, do të ndërpres tani se do t'jap një shembull demokrati. Agron Haxhimali, një njohës shumë i mirë i punës që bëjmë bashkit, shumë herë në këtë studio ka artikuluar Bashkinë Lezhë dhe gjithë kupolën drejtuese të kësaj bashkie që nuk ka borxh publik dhe shpesh herë e ka adresuar si bashki që mund të merret në konsiderat edhe nga bashkitë e tjera për të kopjuar mënyrën se si procedon. Pra, ke dhe demokrat, ke plot demokrat që ta vlerësojnë punën. E lutëm, ke plot bashki tjera që kanë bërë punë dhe më të mirë se unë, nuk është të thënë. Flas për borxhin publik, se atë e kemi patur shumë shpesh si artikulim në studio. Lezhë ka qenë me 4.6, po në gjithë bashkitë bashkë kanë reduktuar 61% të borxhit më. Nuk jam vetëm unë këtë punë, pjesa ime është një pjesë, një flus në borxhin e përgjithshëm që kanë pas bashkitë. Pra unë kam pas 4.6 milion euro borxh, po themi, dhe kam 0 sot. Pra kam performuar në atë mënyrë që kjo bashki të çlirohet nga litari në fytyrë i borxheve, sa një lloj si një shtëpi që ka shumë borxhe, është shumë e vështirë që të funksionojë, edhe në kuptimin e marrëdhënieve të brendshme të shtëpisë, jo më pastaj me dal edhe me shit me jashtë. Kështu që nuk ka në një histori negative në këtë, sepse janë 61%. Llogaritë sa ka qenë borxhi publik në gjithë bashkitë, llogaritë se sa është reduktuar, llogaritë që ato lekë gjitha shkojnë tashmë në favor të investimeve dhe shërbimeve të tjera. Pra nuk ka dështim. Nëse flitet për dështim, kjo është pastaj është folklor, nga këto folklor që bëjnë këta dhe më vjen shumë keq, po kam konstatuar se u bën 4 mandate që janë në opozitë, to kanë humbur edhe sensin e logjikës. Vetëm e fol për ata që duhet me fole, do të më thënë mu të ashtë i profesor së vëktarë, mirë që i the ti një dy gjëra se këta tonë të fillon të bë prava. Dhe atur. Unë mendoj se ne du t'i ngrejmë probleme, dhe të ngritja probleme, do të thotë se unë kam oponencë me qeverinë. Me qeverinë mund mos bëj dakord, dhe është këtë normal që mos bëj dakord për 2, 3, 5 gjëra, dhe disa burokrat aty e sugjerojnë qeverinë ka një problem që i thënë, ata s'din me i bo, për shtetë lokale du t'i bëjmë ne. E kam konstatuar një herë disa herë, këtë e kam ngritur edhe te forumet e larta, ne nuk mund të quhemi si një struktura periferike dhe që ne s'dim. Dhe më thonë, ca të tjera aty dim. Unë jam antar dhe i Kongresit të Autoritetet Vendore në Strasburg dhe më thonë dhe isha në seancën e parë dhe më çuditi se 80% e diskutuesve në Kongres ngritet njëjtin problem. Problemin e kompetencave me qeverinë qendrore. Pra nuk është një problem shqiptar kjo. Është një problem edhe në Europë, edhe në vendet më të zhvilluara, ka probleme të përplasjes së kompetencave, të mënyrës funksionimit edhe tjera. Sado që ne mundohemi me marrë modele kështu po. Mund mendoj se ka probleme, gjithmonë ka një fapsh fërkimi ku fërkohen mendimet, po kjo dhe më thonë gjithmonë... është e shëndetshme. Është e shëndetshme. Kryen zhvillim dhe nuk shoh asgjë të keqe. Unë për vete kam kurajin, me thonë drejtën një gjë do të thënë... Kjo kurajo, ka kosto? Më falë, unë nuk më e mend me që the koste, sa ato dhe që thënë, unë nuk më e mend që kryeministri Edi Rama të më këtë thënë një herë që e the. Kur? Ja di për nderë, këta tjerë të thonë, disa derivat kështu. Aty po unë Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë, kur për sa di unë me karrierën time, nuk mbaj mend që më ke thënë një pse the filan gjë. Ja kam thënë edhe publikisht përkundër atij. Do thënë e ka qujtë si qëndrim normal, e ka marrë, e ka vlerësuar, është mundu dhe vazhdoj t'ja them dhe vazhdoj ta marr absolutisht pa në një kështu rezervë fare. Silet, as edhe pa në një pasojë, as nuk prodho pasoja fare nëse ne dalim klasën në fund funit.
edhe që të flasim për të mirën e punës, flasim se si do ta bëjmë më mirë një reformë. Nëse jemi në një reformë, të rregullojmë sa gjëra. Unë mendoj se do të rregullohen shumë. Të tjerë s'mendojnë. Jo problem për të pa. Kjo do thotë se thash unë dhe do kam ngret topat kundër qeverisë, do i bi qeverisë. Qeverinë e tu fort dhe nuk kam si dilemë në marrëdhënie me qeverinë Rama, e cila për fatin e mirë do bëjë edhe një mandat 5, edhe ne do jemi këtu. Më qëndro pak të kjo që the, zotin Ndreu. Jemi në vitin e fundit, janë 12 muaj tashmë vendimtare që punët për Shqipërinë kanë vazhduar dhe çdo eksponent i Partisë Socialiste me të drejtë është në terren. A e ka ambicin zotin Ndreu për një mandat tjetër në Lezhë? Po. E qartë? Do kandidoj për një mandat tjetër, kuptohet nëse më jep bekimin kryesia e Partisë Socialiste. Mendoj se kemi vu piketat e zgjidhjes për disa nga pikat më të rëndësishme të zhvillimit të Lezhës. Nëse Lezhë ka pas disa pika të errta, të cilat në sytë e publikut më shmenduesen s'ka përgjithë ditë ndonjëherë, tani unë mendoj se po ja adresojmë një e nga një të gjitha. Edhe mendoj se na duhet edhe një mandat i tretë për të ezauruar disa nevoja jetike që ky komunitet ka vite që i bën. Mbi të kurrizin e këtij komuniteti është luajtur keq. Dhe unë mendoj se nuk ka një zgjidhje të dytë për momentin dhe më reale se kombinacioni që kemi bërë ne me larjen e borxheve, me investim 59% e buxhetit shkon për investime, që s'ka bërë baki asnjëherë, me rritjen të fshimin e buxhetit, me projekte të shumta që kemi marrë me qeverinë, jemi në 4 bashkitë më të mira me thirrjet e huaja që kemi marrë. Kemi zhvilluar disa aspekte, jemi ndër bashkitë më të mira, kemi pas në 3 vjet që jemi certifikuar në më të mirat në turizëm. Për sa i përket infrastrukturës së pasërtisë, vendosjes gjërave në vend, menaxhimit të përditshëm. Dhe turizmi këtu nuk ka rënje, nuk ka ndodhur një të bi. Kështu që përkundrazi, po mbahet në një shtet. Kemi një harmoni shumë plot edhe me komunitetin. Unë mendoj se komuniteti Lezhë është një ndër komunitetet më të qarta, po më në nevojë në padurim për t'i pa gjërat të kryera. Dhe mendoj se jemi në kohë, kemi vu para dhe jemi në punë, jemi në proces, nuk kemi duke u menduar. E qartë. Zotin Ndreu, kanë qenë 2 artikulimet zotit Rama, vetëm pak muaj më parë në Asamblenë e Partisë Socialiste, ku ka artikuluar se kushdo nga kryetarët e bashkive në rang kombëtar që do të rikandidojë për një mandat të dytë apo të tretë, pse jo, 3 kontrata për ndërmarrje të përbashkëta dhe 10 kontrata për paketën e maleve. Janë kushte të ezaurueshme shumë lehtë për bashkinë tuaj, apo do të marrë edhe kjo kohën e saj derisa të shkojmë në momentin e votimit? Se kemi një problem teknik, kemi me kryetarin e Bashkisë së Lezhës, zotin Pierin Ndreu, për atë që ka si projekcion Bashkia e Lezhës, për projekte që ka bërë, për ata që janë në projekt në moment finalizimi, por ndër të tjera edhe për kërkesa që ka zotin Ndreu ndaj pushtetit qendror, për gjitha ata që ai me të drejtë i shikon si problematika që mbase dhe duhet të zgjidhen ujësjell, si çështja e kufizimit të kompetencave e të tjera si këto. Jemi sërish me zotin Ndreu për të folur për paketën e maleve dhe ndërmarrjet e përbashkëta. 3 kontrata për ndërmarrjet dhe 10 kontrata për paketën e maleve. Të ezaurueshme si kërkesa, të lehta? Kemi dhe probleme teknike, janë mëse të kuptueshme në komunikime direkte. Me zotin Ndreu, Pierin Ndreu, kryetari i Bashkisë së Lezhës, ku po diskutonin për stacionet e plazhit, për turizmin, për menues se si funksionon bashkia, për borxhin publik të ezauruar tashmë, por edhe për 2 kërkesa që kanë ardhur për të gjithë kryetarët e bashkive që duan që të rikandidojnë për të marrë sërish drejtimin e bashkive në zgjedhjet vendore të 2027. Jemi sërish me zotin Ndreu. Zotin Ndreu, flasim për paketën e maleve dhe ndërmarrjet e përbashkëta. Janë kërkesa të ezaurueshme, të lehta, apo duan kohë për qëndrim dhe mbetet për të analizuar në detaj? Të lehta nuk janë, po janë të realizueshme.
Kërkesa e kryeministit është normale që ne duhet futemi tash në ullit e zhvillimit edhe në zhvillimit rural. Paketa e maleve na ka dhënë këtë mundësi që në zonat rurale dhe është një përvojë të çmodhe. Shqipëria po spikat në këtë përvojë, në pikpamjen e agroturizmit, të zhvillimit të zonave malore. Mendoj se edhe ndërmarrjet e përbashkëta, bujqësia duhet marrë duke fokusuar kryesisht te zhvillimi bujqësor, ne duhet të bëjmë më tepër dhe në fakt kërkesa e kryeministit është e lishme, ne përkërkojmë një grup ekspertësh që na bile unë kam mund të bëj një vizitë në Greqi për të marrë disa mënyra të vepruari atje. Se si ata i kanë organizuar këto gjëra. Domethënë jam në kontakt dhe mendoj se do shkojmë me një grup që të shohim nga afër si kanë fondet e Bashkimit Evropian, si kanë organizuar, si kanë shkruar projekte, çfarë kanë bërë, çfarë kanë ndërtuar. Është shumë interesante edhe në Itali ta bëjmë këtë. Po përgatitemi dhe duhet të ketë një staturë tjetër mënyra e performancës së autoritetet lokale, sepse në fundit nuk është vetëm turizmi, nuk është vetëm një rrugë, nuk është vetëm një shkollë, nuk është vetëm një qerdhe, por është një sistem i tërë ku bujqësia në fakt dhe zhvillimi rural është një ndër pikat më decisive që ne duhet t'i japim një frymëzim tjetër. E qartë. Do të bëj dy pyetje të fundit për të lënë të lirë në këtë të diel. Sa i takon jo raportit me Edi Ramën, por me Partinë Socialiste, në cilën stad të saj, në analizën që t'i bën është sot Partia Socialiste, në këtë mandat të 4, ku përgjegjësia patjetër që është më e madhe, por tani edhe zërat ndryshe janë. S'ka zërat ndryshe në Partinë Socialiste ka qenë gjithmonë, që nuk është era parë që flasë në Partinë Socialiste. Kush rrie bën prova lokali kështu nuk e di, po unë e di Erëmbratën që në 2019 që ka mbajtur qëndrime, shumë vetë në tjerë kemi mbajtur qëndrime, mërna grupi, edhe kundra, kemi votuar kundra në parlament, jo një herë, po disa herë. Edhe unë e kam bërë, edhe shumë e bërë, kemi mbajtur qëndrime pra publike, si ky që mbajtëm tani, publike që ju e quani hatat madhe, po. Jo, absolutisht. Unë thjesht doja ta evidentoja më shumë në këtë bisedë me ty. Nuk ka asgjë, Partia Socialiste ka 4 mandate dhe ka dhe ajo disa probleme të vogla, por që janë të kalueshme. Ajo që është e qartë është se për momentin është vetëm një alternativë, s'ka alternativë tjetër. Edhe të marrësh një alternativë, nuk po ja them emrin një dikuk të ju në studio, të ju, një nga këto analistët i tha, një eksponentit për dësjetare, kanë lind njerëzit, janë rrit, janë shkollu, janë martu, janë bën me fëmijë, po bëhen gjyshër e ju keni prapa të plakur aty në krye. Po çfarë alternative keni ju ama? Kështu që e thonë të ne kemi alternativë dhe mendoj se me rrugën që po ndjekim, duke e qenë deri te dera Bashkimit Evropian dhe duke e fut brenda, besoj se do jetë një përçesë që do kryhet. Ne kemi kryer një mision shumë të madh. Normalisht misioni nuk ka qenë i lehtë dhe nuk ka qenë pa gropa e pa probleme, e pa turbulenca, por në fundit vetëm Partia Socialiste sot mund ta bëjë këtë, mund ta realizojë këtë mision. Unë nuk di cila forcë politike, ma thoni cila e merr dhe e kryer këtë mision. Një forcë politike që se konsideron kërkush në botë, që ka një njeri në ngrada, ka një njeri që shkon çdo të hënë paraqitën SPAK si i pandehur dhe si akuzuar për një gjë dhe del aty dhe thot SPAK. Po ti e vetë më zotëri. Ti vetë, ky eksponenti që gjëja del atje dhe thot 1001 gjëra, një ditë e shan SPAK-un aty, pastaj thot SPAK-u, një ditë merr referencë SPAK-un dhe akuzon të tjerët me E ndryshoj retorikën kur erdhi kryetari i ri i SPAK-ut, besoj për këtë biem dakord nga domani tek zoti Braho. Shiko, ai çdo njeri që është kundër atij apo mendon ndryshe nga ai është i anatemuar. Ai është personazhi më i çuditshëm i kësaj historie
dhe ne vazhdojmë t'i bëjmë urra kur është i vetmi personazh që çfarë s'ka nxjerrë nga goja gra, për motra, për çfarë s'ka nxjerrë. Banalizimi i politikës në shkallën ku ai e ka quar është i frikshëm dhe ne prapë vazhdojmë t'i bëjmë urra një njeriu. Nuk ka asnjë alternativë. Vetmja alternativë e qartë. Është Partia Socialiste e Shqipërisë. Zëra kështu që dalin për arsye personale, poshtë përpjet, se gjoja ju prek interesat, se janë mësuar në tek arrija e lartë gjithmonë, as nuk pinuin, as kanë forcë, as kanë për të pas. Partia Socialiste është strukturë e organizuar, është strukturë me qartë. Nuk ka ndodhur në Partinë Socialiste që në procesin e katër mandateve kanë firuar disa. E qartë. Këto turbulenca, zotin Ndreu, mendon se s'do ta dëmtojnë në asnjë moment Partinë Socialiste, meqense ka bërë tërë këtë punë dhe jemi në prag, jemi në momentin më decisiv sa e takon rrugës tonë për integrim. Mendoj se nuk ka shqiptare e njëri në botë. Kush ka në Shqipëri që të mendoj se Shqipëria është si 10 vjet më parë. Shqipëria ka ndryshuar. Shqipëria është në fokus sot. Shqipërinë nga do t'i bim, pavarësisht se mund të kemë bënë 3 gabime në punë, po fluksi i atyre gjëra pozitive që ka bërë është shumë fish më i madh. Ne kemi dhënë emër Shqipërisë sot Partia Socialiste. Në Shqipëri ne zero raporti, ne kemi kaq kohë që shkojmë në raporti me fluksin e rritjes me përqindjen e rritjes më të madhe në botë. E në Europë po. Tani çfarë të them? Ne kemi kaluar komplet rajonin kemi kaluar Beogradin, kemi kaluar Bullgari, kemi kaluar Maqedoni, komplet rajonin e kemi vu poshtë në kuptimin e mirë të fjalës, por me zhvillim. Sot në qytetet tona, nga do të shkosh ke turistë, ke njerëz që vinë, shohin, kënaqen, vetëm një restorant në Lezhë kalon 150.000 turistë të huaj në vit. Në Lezhë. Bi 600 hyrje apartamente në Shëngjin e Shqipit të huaj. Kur ka ndodhur kjo që vit i rrit dhe apartamente? Po pse? Njerëzit të ujtë të thonë Shqip, këtu del natën, orën 12 natës, në 2, në 3, në 5. Keni një situatë jashtëzakonisht normale, kërkush nuk të prek, gjithkush të ndihmon. Keni restorante shumë të mira, keni ambiente ku rritet. Tani, perfekcion nuk ka në asnjë vend botës. Vetëm këtu në Shqipëri kam pa njerëz që mendojnë se jetojnë në shtetin e mrekullive dhe po ndodhi diçka të lami. Zotin Ndreu, kam vetëm një kuriozitet që unë e di që nuk do m'japësh përgjigje. Kur të marrë në intervistën e radhës, kur të ftoj, kam kuriozitet të di profilin e atij që mund të kesh përballë në zgjedhjet lokale. A e keti një ide të përgjithshme se çfarë kandidati do të vendosim përballë? Nëse do të rikonfirmohesh patjetër, se që mos e marrim si të mirëqenë që tani. E para punës njerë, unë nuk bëj llogaritë e palës kundërshtare. Po edhe duhet bëjnë ndonjëherë. Unë në zgjedhjet që kaluan, që kanë qenë të vështira për mua në 2023, që i kam fituar s'jam marrë as në 1 minutë me kundërshtarin fare. As s'ja kam për me emrin, as s'jam marrë me të, as nuk kam thënë sa burri mirë, as e burri keq. Të gjithë filozofinë e fushatës e kanë, ky është maskara, ky është hajdut, ky është kështu, ky është kështu. Domethënë nuk lën gjë pa vjet për të njollos, po njerëzit njohin se kam, për shembull, vitin tjetër bëj 8 vjet këtu në këtë post. E 2 vjet deputet 10, për 10 vjet njerëzit kanë krijuar një imazh, një përshtypje kush je ti. Po sa do të dalë kundërshtarit, thoje këtë, thoje atë, ashtu ndodhi. Ajo që ndodhi, që unë s'fola fare, as nuk i thash asnjë fjalë, as nuk e shava, as nuk e anatemova, as nuk thash sa burri keq, as sa është birë komunisti dhe apo antikomunist, se thash asnjëherë këtë. Por në fund fitova unë, sepse njerëzit sot nuk janë njerëz që nuk lexojnë, nuk dinë. Njerëzit shohin punën dhe po e them edhe një herë, Lezhë është në nevojë të ngushme për të ecë shpejt e për ta ndryshuar. Ne kemi vu piketat e ndryshimeve rrënësore në Lezhë dhe jemi në proces, nuk kemi duke u menduar, të thash edhe një herë. Ky komunitet nuk mund të gabojë. Për mua, kushdo që të dalë përballë, për mua është një njeri i respektuar që përfaqëson një forcë politike në garë
unë nuk merrem fare me personalitetin e atij, as me vlla, as me motër, as me Dhe kjo tezat, është një me hallat. strategji shumë e mirë për të qasur në publik dhe besoj që Me vlla, ne si me shqiptarë qasë dhe më kanë vlerësoj. Jasë më kanë përmend pushat, po të japë gjithë artikulimet e mia, as kam thënë as i fjalë, as nuk kam plan me po. Edhe për këtë të përgëzoj. Gjithë komunitetit i them që unë jam ky që jam, e kisha këtu, edhe këtu, duhet qoj këtu. Dhe besoj se koeficientin e besimit mendoj se e kanë shumë të lartë dhe zgjidhja është në tavolinë. Të uroj shumë suksese në gjitha projekte që ke për Bashkinë e Lezhës, uroj që të rikonfirmohesh për të rimarrë sërish timonin e Bashkisë Lezhë dhe të uroj shëndet. Ditë kryesia e partisë. Unë të urova, të uroj shëndet dhe ditë të mbarë. E tani jo çdo gjë që kërkojmë ne këtu bashkia do realizohet. Kur e ke marrë besimin 2 herë, 3 tashmë e thjesht, tashmë tepër me E vinin unë kam shumë mik dhe vlerësoj si një ndër kryetarët e bashkisë më të mirë që ka pasur në Shqipëria dhe normalisht Ministri për shtetit lokal e din edhe vetë, se ka qenë kryetar bashkie nuk na realizoi këtë dhe e thot nga profili që ka qenë kryetar bashkie se e din se s'bën gjitha, po gjithsesi unë i tham ministrit që duhet jetë më shumë kërkues sepse atje vjen nga shteti lokal dhe di më mirë se kujt në shtet. Të falenderoj shumë, punë të mbarë dhe të diel të mbarë. Faleminderit. Shkputemi për pak momente në reklama.